Mjaftoi një javë fushat për të sensibilizuar aksionin për pastrimin e mjediseve ku banojnë dhe nisma e 22 nëntorit nxori në rrugë e sheshe të mëdhenje të vegjël. Shembullin personale ka dhënë edhe kreu i qeverisë, duke mbledhur e vetes më të vejlit që duhet jenë nesër vullnetarët e vërtet. E këtu janë fokusuar edhe këshillat e Edi Ramës. Bëj autokritik që s'doj të merrja pjesë në fillim. Bëj autokritik. Nuk doja të merrja pjesë në fillim, po pastaj duhet të jetojmë sa më pastër dhe i mjedisin të marrë pastër, sepse ne aty jetojmë. E shef sa i kënaqur jetën? Po. Se ishe mes plerave atje dhe shifshen e tjerë që punonin. Për kryeministrin, kjo nuk duhet të mbetet një datë në kalendar, por pastrimi i ambienteve të kthehet në përditshmëri. Është koha që në gjithë zinxhirin e mësimit, pastrimit përfshihet si edukat, si kulturë, si pjesë të qenit së bashku, duke kuptuar qoftë aspektet që kanë të bëjnë me pse duhet të mbajmë pastër vendin ku jetojmë, qoftë edhe si aktivitet fizik. Në zonat pranë qendrës së kryeqytetit, ndjeshmëria për një ambient më të pastër është më e lartë, ndërkohë që në rrethinat e Tiranës problematika shtohet bashkë me mbeturinat e inertet. Zona e freskut është një nga zonat më problematike për sa i përket vend grumbullimit të mbetjeve inerte, pasi ndërtuesit i kanë hedhur të gjitha mbetjet pa kriter. E si për të kompletuar ditën e vullnetarëve me mesazhin se pastrimi nuk duhet të mbetet në vullnetin e qytetarëve, por është edhe detyrim, inspektorët që janë bashkuar nismës kanë plotësuar detyrën, duke lënë pas nga një flet gjobe për subjektet abuzuese. Në këtë rast ne do të marrim një masë të menjëhershme ndaj këtij personit. Do kërkojmë pas edhe ndihmën e policisë së shtetit, duke qenë se ata nuk pranuan të identifikohen. Për organizatorët e fushatës, kjo ditë sensibilizuese ishte e suksesshme duke të kaluar edhe parashikimet për pjesëmarrjen e të rinjve. Numrin e pjesëmarrësve që është jashtëzakonisht i madh, kanë filluar raportimet gjitha në Facebook, po ti shikoni, në të gjitha qytetet po bëhet një punë e jashtëzakonshme. E jo vetëm Facebook, por teknologjia ndikon në nisma të tilla masive. Siç u pa në këtë aksion, nga njëra anë janë të moshuarit që nuk janë aktiv në rrjetet sociale dhe nuk dinë gjë për nismën. Unë jo herë se kam në gjuhë. Me të rejtë që themi këtë nuk e kam në gjuhë. Shtim gjë aksion, kush të ka thënë për aksion? Ndërsa të rinj kanë qenë edhe më shumë aktiv. Kjo edhe fal aplikacioneve të reja siç është përhapja masive e telefonave inteligjent nëpërmjet kompanisë Vodafone. Kjo kompani ka mbështetur gjithë aktivitetin e Green Line Albania, jo vetëm si sponsor, por edhe konkretisht përmes aksioneve në zonat përreth stadiumit Dinamo, si dhe te parku i liçenit artificial.